Dhe sot në këtë episod të What of a Show do të kemi të ftuar një prej aktorëve më të pëlqyer të humorit në Shqipëri, apo jo? E vërtet, po unë përveç humorit të ti kam pëlqyer shumë kaçurrelat e ti. Kam pas gjithmonë shumë zili ato flokët. E vërtet. Në fakt ka bërë dhe një poezi, në fakt e ka rikryuar atë poezinë si ishte Kostian. O baba duhet ta them unë? Si do të me gjithë që kam vazhdimin le ta bëj ai, mirë presim Albano Bogdo, Mirë mbrëma, se gjeta. Mirë dita, kur e nxirni se di. Mirë mbrëma, Albano si ke qenë? Nuk është live, është me regjistrim. Po pra, jemi me regjistrim dihet tashmë. Albano, ne të kemi parë shumë të angazhuar në Vision Plus të fundmi, me daljet e tua televizive aty, duket sikur tashmë je ratuar dhe Visioni është shtëpia jote. Pse kjo zgjedhje apo të paguajnë shumë mirë aty? Ti është e vërteta. Të dyja bashk, Visioni ka qenë gjithmonë shtëpia ime, kam bërë 90 apartamente në Dyksle aty. Edhe ai 5 vjeçari te klani ishte kështu kalimtar dhe tranzicion. Kur i ktheve në kur na shtëpi. njoftuan që do mbyllej Klanifornia, nuk kisha fare dyshime se në cilin televizion do punoja. Telefonova drejtorin e përgjithshëm të Visionit, Gens Dulakun, i thash, I'm coming home. Welcome. Dhe ata të mirëpritën më së miri, besoj? Po. Super. Me çfarë duke u marrë aktualisht Albano, projekte në vijim, mbase ndonjë show humori përsëri, do ketë ndonjë gjë të tillë të ngjashme përsëri në Vizion? Për momentin po bëj fake off. Fake off po me Lakën dhe nuk kam asnjë lloj projekti tjetër. Pra, diçka si apartamenti 2XL nuk është në planet tuaja të afërta. Fatkeqësisht, pavarësisht entuziazmit në cilin ma bëre pyetjen, jo. Jo. E kemi atë apartamentin, e kemi shumë. Na çan zemra për atë apartamentin. Po nëse Turjani do të thoshte që do të rihapi edhe një herë apartamenti, do të shkoje? Po do shkoja, po besoj se s'do bëja do të njëjtën punë që kam pas bërë. As unë as kush. Jemi rritur shumë. Okay. Nuk do e rikrijoni dot atë gjendjen, atë vibe-in, atë suksesin e atyre viteve po thua. Jo, më beso mua, sepse marr vesh më mirë se ju nga kjo punë, se e kam bërë unë apartamentin që kemi bërë ju edhe. Kush e ke në fundit? Jo, nuk është çështje hierarki, është punë që unë e kam bërë dhe ju e keni parë. Nuk bëhet njësoj siç është bërë atëherë, sepse tash jemi rritur të gjithë, jemi e kupton, është si ajo reunioni që bën Friends atë. Friends, po. Po, nuk ka të shkëlqimin e parë. Doli si bajg. Kur dalin Friends si bajg, imagjino si dalim ne. Albano, po për sa i përket showve të tjerë të humorit, a ke pas oferta për të shkuar në televizione të tjera? Do pranoje apo ke hiq dorë nga show? Shko të shpjegoj një gjë. Mua nuk më vin oferta se unë e bëj gjithmonë të ditur qëndrimin tim. Unë kur jam në një punë jam atje dhe nuk ka ofertë që më lëviz domethënë. Kur iki veç dhe merret vesh kur iki, thon okay. Tani mund të bëjmë një ofertë që ka ikur, po. Kur jam diku nuk më Albano, ti njihesh shumë edhe për natyrën tënde të drejtë për drejtë, edhe ndoshta edhe për komente që ndonjëherë prekin të tjerë, ndonjëherë jo. A ka ndonjë situatë ose ndonjë moment që ke thënë diçka dhe ndoshta e ke menduar 2 herë që ose pse dhe thash ose ta mendoja edhe një herë ose ndoshta e bër pishman? Jo. Asnjë gjë. Shiko, në qoftë se lajthis në ditë dhe dal shaj njerëz, më thoni, njoftoni këta të familjes të më mbledhin, po për sa kohë dalë edhe them gjëra, sidomos në kuadër të komedisë. Po, për te nuk ka jo, unë s'kam thënë gjëra për te komedisë ndonjëherë për njerëz, që kam thënë gjithmonë në kuadër të komedisë. Në kuadër të gjithmonë jokes, sado dark të kenë qenë, kanë qenë jokes. Në momentin që ti nuk di të ndash shapin nga sheqeri, është faj jot, nuk është faj. Ka një pikërisht është kjo që njerëzit ndonjëherë shakan e marrin si për ofendim dhe nuk e kuptojnë dot. Nuk ka nevojë të më bëni të ndihem mirë, jam shumë koshient për çfarë keni fjalën edhe nuk e kam sqaruar 1000 herë çka ka pas për sqaruar, nuk dua ta. Albano, ne tani do të bëjmë një lojë sepse këtu nisim me disa lojra dhe unë kam menduar të vë përballë disa emrave, personazhe të njohur, me të cilët ti mund të kesh pas disa konflikte, gricja ose ne kemi vërej një distancim. Loja është kështu. Unë do të them personazhet dhe do më thuash nëse ky personazh duhet që të kërkoj ty falje apo duhet të kërkosh ti falje këtij personazhi. Dhe i pari është Julian Deda. Pse duhet të kërkojmë falje? Se dim, kam dëgjuar që ju nuk flisni, nuk keni më një raport. Po s'kemi raport, po s'është çështje e falje, është. Ka gabuar dikush në këtë raport mes jush?
Po, dhe po të ketë gabuar dikush pse duhet të kërkoj falje? Po marrim si Do doni se s'bën, kështu që është me Ose alternativa tjetër s'të intereson. Jo, më dhe më intereson se kam punuar gjithë ato vite me atë, po nuk është për te faljes gjëja, është thjesht, domethënë, kemi qenë në një kozmos, tash si jemi më kaq. Okej. E njëjta gjë vlen edhe për Gen Zenela apo? Jo, me Genin nga marrë shumë të mira. Keni pas asgjë asnjëherë? Asnjëherë. Beatrix Ramosaj. Qa, ti kërkoj falje apo të më kërkoj falje? Shiko, Beatrixi është një vajzë shumë e mirë, e shkëlqyer. Ka qenë disa herë në emisione që kam punuar, ka qenë 2-3 herë tek apartamenti, ka qenë një herë tek Kalifornia, më duket. Edhe gëzova shumë që pash në Instagram, kishte pas të jemën se murë më duket, kishte ka përsyer kancerin edhe mu bë zëmra mal kur kishte lëvizur atë zilen e jema edhe ajo shakaja nuk ishte farë për Beatrixin dhe kanë humbur thelbi njerëzit, ishte një shaka për mënyrën se si këngëtarët e rinj që kanë 2-3 vjet karrierë, po iki nga muzika, unë dashi po ngelet muzika, ishte një shaka për llajin e saj, kupton, nuk ishte për në qoftë se është dukur kur kanë bërë punch down, nuk ka qenë ai intencioni im. I bëj punch down dikujt, sidomos një femre që 2 vjet para se të bëjon këtë punch downin gjasme, po i bënin të gjithë punch down, unë po i bëja punch up. Ka pas një tip kështu, Olsi Bylyku. Po. Dhe kam dalë një intervistë dhe më pyeti për të njëjtën gjë. Po atëherë që në Big Brother Beatrixi, edhe i thash, plej këto budallë që i thash tash, nëse janë bashkë, në qoftë se janë, e din vetë se çfarë bëjnë, po jo se është puna e Borës, jo se është puna e Llogaras, se çfarë më tha kështu i thash atë. Igo Bora shkriu dilit do Bora. Si e emrin? Kostian. Okej, faleminderit Kostian. Faleminderit. Edhe kështu. Unë kam shumë xhan Beatrixin, po do të dish të vërtetën, edhe më është dukur gjithmonë një vajzë shumë premtuese dhe shumë kinge, kështu simpatike dhe shumë e sjellshme. Po i kërkoj unë falje në kuptimin njerëzor, jo në kuptimin unë s'kam bërë gabim artistik. Nga ana njerëzore, nëse është mërzitur, po i kërkoj siç i kam kërkuar dhe atëherë, nga ana njerëzore ti ndajmë gjërat. Nuk s'kam bërë një gabim artistik ose gabim televiziv ose kështu. Filloi një lëvizje çuditshme cancel, dhe të shikoj këto adresat e kishin emrin kështu Rada 66666 dhe ato ka kështu. Personazhi tjetër është Salsano Rapi. Salsano kam takuar para një 2 muajsh, më duket. Një kështu lokal, me pim nga i gotë, nuk ka asgjë për asgjë. Po me Salsano kam fol gjithmonë se Okej. Se keni impresionin kur flas me njerëzit. Kështu flitet lart e poshtë. Po ti mos dëgjoj, lejohet fjalori eksplicit? Patjetër, i bëjmë me pip. Ti mos dëgjoj lart e poshtë. Ti më pyet mua ose pyet Salsanon. Prandaj të morëm që të pyesim. Se javën tjetër kemi Salsanon. Ndërkohë tani do kalojmë te loja nuk e kam bër, Kostian ndihmoje të lutem Albanon me tabelën. Për disa pyetje pikante. Mos të ngeli hatri. Ajo është mjeti punës. Mjeti punës. Kam bërë, nuk e kam bërë. Shiko. Përveç dhe incestit. I kam bërë të gjitha tjera. Okej, pyetjet e mia nuk kanë shkuar deri në këto. Pyetjet e mia nuk kanë shkuar deri në këto nivele. Por le ti dëgjojmë. Nuk kam bërë seks me asnjëri nga familja dhe nuk të tjerat i kam bërë gjitha. Dhe s'kam pirë droga asnjëherë. Besojmë ose jo. Sepse pyetja e parë lidhet pikërisht me këtë. Kam provuar substanca narkotike. Një sekond. Ja, ta shpjegojmë. Hashash asnjëherë, kokain asnjëherë, heroin jo. Po un pi benzodiazepina. I marr me recetë. Pa ajo është mjekësore, nuk futet në anën e qefit, po themi. Nuk e ke bër. Kam bër për vete vajzat me batutat e mia. Nuk e ke bër. Kush si mund të bësh vajzat për vete me batutat? Duke i bërë për qeshur. Ne gocat vdesim të na bëjnë për qeshur të dashurit, partnerët ose meshkujt që flirtojnë. Ke të dashur ti? Aktualisht? Në mënyrë të mirëanshme jo, nuk ka. Inshallah qeshta më shumë sot. Mos qeshti. Ti mos qeshti. Më ka qef djali shkele, qesh. Kam shpenzuar një shumë të madhe parash në lojë Rafati.
E ke bërë? Sa ka qenë shuma që ke shpenzuar në lëra fati? Këtë se kam treguar asnjëherë, nuk e kam bërë. Nuk do ta tregosh, okej. Kam bërë marrëdhënie seksuale me një ish banore që ka qenë në Big Brother VIP Albania. E ke bërë? Me vërtet? Me kë, Alba? Jam kurioze tani. I pas merrën pikës ne kështu kot ne doli plot. Me kë, Albano, apo stuat? Televiza 5 herë tabelën. Me 5 herë? Me 5 apo 5 5 herë me herë, një? Albano? 5 herë me një apo? Apo me 5 të ndryshme. Këtë na e thuajt pak këtë. Next. Jam konfliktuar fizikisht me një koleg. E ke bërë? Po këtë mund të ma thuash? Apo duhet të shkojmë prapë në pazar? Po shiko tash. Në punë jam shumë strikt. Okej. Edhe kur vin njerëzit kështu me vari lesh se ne kemi vendin e punës sigurt dhe ashtu s'na heq njëri se jemi njësha, kur vin ta skenaristat kështu që mendojnë që kanë bërë namin, kostumografët, rekvizitierët, janë është një ansambël i madh njerëzish që punojnë edhe tani kur vim ne unë, Juli, Turi, Visiani, aktorët, kryesor, producent, jemi 100% angazhuar dhe vjen ky për shembull. Unë se di ç'bën aty. Jemi 5 minuta para shfaqjes edhe është kështu shtrirë dhe po pi cigare. Okej, aty të ikën ty. Po i them të ikën ç'a radakja. bëm gigante. Kapacka. Ç'a po bëm? Ç'a punon ti njerëz si fillim? Po jam kështu. Po pse s'po bëm punën? Ne po bëhemi gati të gjithë. Po kush je ti? Aty pastaj ti fillon. Po Aty pastaj si e ke debatin, e ke kështu me fjalë të rënda apo kalon ndonjëherë në dhunë fizike apo fare? Okej, më dha një shikim tani të tmerrshëm. Kam flirtuar me gra të martuara. E ke bërë. Mirë? Po se kam bitur që kanë qenë martuar. Se kam bitur që kanë qenë martuar. Vërtet. Ka qenë Okej. e djenin tënë. Më kanë shoqëruar në komisariat. 100 herë. 100 herë, po për çfarë më Sonë shumë dia ti? 2 herë pas ka. 2 herë. Jo. Ai që di. Po cila ka qenë arsyeja që më së shumë ti e shoqëruar? Shiko, 4-5 herë e para ti rrezik s'kishe lindur. Çfarë do të lindje? 2001. Kishe lindur. Ka Okej. qenë kjo periudha 2000 deri 2004 të merrnin brenda për ushtar. Po mos kishe mirë. Ushtrim. E mban më. Po ti ishe Se me pak. ke qenë Po dhe ti ti ishe në pak. ushtrim? Jo, po mbajnë më situatën, se ka ndodhur, keni qenë kalamaj. Po ti ishe i gjatë e kështu të quanin mbi 18 vjeç, a priori policia ndalonte fugonin, të merrte brenda edhe sa të vinin familjarët, duhet të me certifikat familjar që nuk ishte 18 vjeç, që gjimnazist. Okej. Mbanin gjithë natën komisar dhe të rrihnin. Thoshim pse Pastaj- gënjen. I thoshim jam 15 vjeç, jam i gjatë vet, ti 15 vjeç ti ke mjekër. Po kam mjekër. Po tani ty të pëlqeu aq shumë ambienti i komisariatit sa u shoqërove Jo, te me 95 herë të tjera? Një herë më morën se kisha harruar patentën në shtëpi. Çfarë harruar? E, pas e kështu të leta. Patent fare, po S'ka. hajde. I kam thërritur të dashurës me emrin e eksit. Gabimisht domethënë. Ke parasysh kur ndodh? Nuk e ke bërë, Më okej. rrap duke mundi. Më të ndodh në herë në ndër pa dashje. Dhe pyetja e fundit, Albano, kam gënyer në këtë intervistë. Bravo, Nuk e ka ai bërë. sinqert, Gjë nuk e faleminderit, shumë faleminderit. Mirë, tani do të kalojmë në një lojë tjetër ku unë do t'jap një situatë të caktuar dhe do t'jap disa emra personazhesh. Dhe ti do më thuash se si do të veprosh me këto personazhet në bazë të situatës së caktuar. Një natë shefi, gocë për shtëpi dhe blog në Instagram. Këto janë situatat. Një natë qefi, gocë Për shtëpi dhe do t'i bësh blog Do në t'japi tre Instagram. emra Do t'jap 3 vajzash. emra vajzash. Që nga e thjesht. Treshja e parë e ofruar për ty. Baby G, Bleona dhe Big Mama. Me kë do kaloj një natë shefi, kë do merr gocë për shtëpi dhe ku do të bëj blog në Instagram. Big Mama për shtëpi, Bleon për një natë qefi, blog Baby G në Instagram. Fuck you Baby G. Kohët mërë bura zgje për të qeshme. Atëre, treshja tjetër. Brikena, Luana Vjolca dhe Amber Candy. Kush Brikena? Është kjo e Big Brother. Kjo që Miss është në Big Grand. Brother me Mateon, Miss Grand Miss Grand Kosovo Kosovo. Ajo që fliste dhe shqip dhe gjuhën e Kosovës. dhe italisht. Modele. Blog kësaj, që fliste dhe Shqip dhe Gjuhën e gjuhën e Kosovës. Kosovës, okej. Të tjera që ishin? Luana Vjolca dhe Amberi. Shiko nga Artemisa, shiko nga ajo dhe mendohu. Albano, Amber, Bëjmë më falë, serioz. është goca transinore? Po. 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 Okej.
Duke t'u pendua. U pendove që i bëre blog. Bëjam blog. Po ndeshe iqja blokun, po ta japim të shantin. Ja, do e marrë për shpik të Amberi. Jo, prisë më ngeli Luana për shef, jo Luana, sorry motra, jo, sorry. Edhe njërë, Brikena, Luana, Blok, Amber. atë Amber, nuk kam asgjë kështu për atë çka përfaqëson. Po si njeri nuk të njoh edhe do të bëj ty blok. Se Luanën e njoh dhe po marr Luanën për shtëpi dhe po kaloj një natë qefi me këtë që di 2 gjuhë. Okej. Atëherë, treshja më bombastike e fundit, Jacqueline Lekatari, Meri Sheu dhe Monika Kryemadhi. Jam shumë investuar të di përgjigjet e Blok Monikës, Okej. Merin për shtëpi. E një natë gallat me Zhakun, pse? Çka ka Zhakun? Shumë një natë qefi. Ti dhe prit batuta me Okej. Zhakun. Tani, Patjetër. ne Se lojën batuta e... më. Ti the natë qefi. Na qefi. Po Po ti batuta. ti dhe gallave, jena të qefi. Po gallatu kuptimin kështu. Albano, ne lojën e bëm, po tani jemi kurioz të dim të vërtetën si është për jetën tënde personale. Keti dikët tani aktualisht apo jo? Je i lumtur? Jam. Je i dashuruar? Je i lumtur? Jam. Se çfarë mendon ti që s'jash? Do me dëgjoj se po ja përgjigjet kështu të prezë i bie shkurt. Nuk kam ndërmend asnjëherë të flas për të dashurën time, nuk është personazh publik, e shijon shumë jetën e saj private. A është një lidhje afatgjate, mund ta themi këtë? Po kemi ja afërsisht 2 vjet bashkë. Okej. Do kemi një dasëm nga ty Albano? Do kesh ti një dasëm nga unë? Publiku do shoj dasmën tënde, do. Po si, më fal, si të shohim dasmën tënde. Si Do e bësh live stream televizionit. Ta nxjerrim të lajmet të dasmës. Të lajme. Çfarë të duash ti? Si të duash ti me replikë? Pëlqen të bësh dasma të mëdha apo? Jo. Ja. Mos pëlqen të bëj dasëm fare, po bëra do bëj po pati qef ajo vetëm. E kuptoj. Vetëm tash ta harxoj 60 milion lekë të han misha atë dajot e asaj. Edhe prapë ta ankohen në fund ditës. Se do ankohen ishte mishi. Shiko, po do të hedhin dhe kafen, kështu që aty shkojnë. Balancohen, dasma me shpenzimet me lekët. Këta që hedhin 20.000 lekë në zarf. Edhe han marrin baklava me vete. Albano, ne këtu në programin ton komentojmë shpesh herë dhe Big Brother. Nuk e di sa e ke ndjek ti, po bëhet nami andej me Mirin, me Selin. Nuk e di ke parë, ke ndonjë opinion? Tunde moj Selina, tunde të Kristi, si do duket Kristi për shkak? Nuk e di, fare, di vetëm këtë këngën më ka dalë në Instagram. Po nuk e ndjek asnjë nga banor. Ilir Renozi Iku. Ve do doje të futesh në Big Brother? Jo. Të ka ardhur ndonjë ftesë? Po. Po Jo si vjet para ca atë vit ishte Luizi. Dhe nuk doje të futesh, çfarë ndodhi? Po thuaj se u futa, edhe thjesht isha në kontratë me klanin edhe prandaj duhet Top Channel të prishte kontratën me klanin. Atëherë u përfol që produksioni të peshkoj ty për të qenë një kundërshtar i denj për Luizin. Nuk më dëgjoj më, ç'është të peshkoj, çfarë do të peshkoj? Pa hodhi grepin, hodhi grepin. Jo, nuk hodhi produksioni, ishte thmërsisht serioze dhe ishin thmërsisht të angazhuar, u takuan me Turin që isha producent, u takuan me menaxherin tim, u takuan me menaxherin menaxherit, pastaj shkuam te Top Channel dhe i takuam. Thjesht ishte çështje parash, pra nuk donin të paguanin prishjen e kontratës. Prishja e kontratës ishte si fitoi Big Brotherin 3.7 herë. Okej, pra ka qenë një shifër shumë e lartë. Jo, ashtu tha Aleksandr Frangaj kur e pyetën që sa kushton kontrata Albano sa prishim. I thonë, pse do prishit? Jo, nuk e prish. Nuk pranoj. Okej, shikoj, flisni me këta ekipin ligjor, sa kushton, tamam, kushton dhe kaq edhe. Nuk ja leverdista. Tani, Albano ti the që disa herë je shoqëruar në komisariat, je shoqëruar nga policia dhe këtu ne do të sjellim një rubrikë të re për herë të parë në emisionin ton, i cili quhet I Pandeuri. Dhe ti do vendosesh përballë disa deklaratave të tua. Je gati? Ja. Do merresh në pyetje. Je gati? Në pranga. Në pranga. Emër mbi emër. Albano Bogdo. Mosha. 38. Profesioni. Aktor. Albano, në mënyrë të guximshme, ke deklaruar se 95% aktorëve në Shqipëri nuk bëjnë dhe nuk kanë asnjë lidhje me aktrimin. Gjithashtu nuk do të jenë kurrë aktor.
Cili prej aktorëve aktual duhet të heqi dorë me patjetër? 95% e tyre. Një emër specifik? Nuk kam spion. Më mirë më dënoni sa të tregoj shokët. Në një deklarat tjetër, ke thënë se artistët në Shqipëri janë një mut i madh dhe janë të gjithë të blerë. Na thuaj sot emrin e një artisti që bën pjesë në këtë bashkësi. Nuk më njihni. Artista me rroga televizioni që kanë vila, makina të merësisht luksoze, jetës që nuk e bëjnë as ministrat në Finland ose në Suedi. Duhet vërtet të them emra, kaq poshtë kemi rënë si komp, sa që po më vini më përpara përgjegjësisht i them emra. Nuk e çesh dekuraje. Ja them emra. Kaq të verbër jeni sa nuk i shihni. Pyetja tjetër dhe e fundit. Ke thënë që ke pasur marrëdhënie me gra të martuara. A ka qenë kjo vetëm një eksperiencë apo ka shkuar në diçka përtej? E para një nuk ka qenë në djenin time që kanë qenë të martuara. Sepse mendoj që nuk ka gjë më të ullet për një mashkull se të përfitoj nga një moment vulnerabël që mund të ketë një zonjë e martuar. Një moment vështirësie që po kalon në martesën e saj dhe të shfrytëzosh atë. Këta që bëjnë nuk janë meshku, janë më shumë si tip kurvash. Çfarë po kuptoj nga kjo rubrikë me këto pyetje hostile dhe agresive që më bëni është ju duhem gjithmonë unë si Albano Bogdo vërdall të më bëni nga këto pyetje që të keni dikë të drejtoni gishtin të thoni ky është nuk është safe. Ky do kanceluar, ky është i keqi. A beson ti? Nuk jam i keqi, unë them të vërtetën gjithmonë. Nëse vërtet është too much, atëherë nuk e meritoni. S'ka meritoni as mua. Bëj i fare. A beson ti në cancel culture? Nuk e di çfarë është cancel culture, po njerë që kapi histeria njerëzit do përpojnë të ma bënin mua, besoj kuptuan që I'm too big to fail, Albano, nuk e di sa u kënaqë ti po ne shijuam bisedën me ty në studio, apo jo Misi? U kënaqa, po, pak do lja punën, po s'ka gjë, ja fala Albano së herë. Më keni ullë në vendin më të mirë. Pse apo për shembull? Po shoh çfarë ndodh këtej nga vila. Parat mode. Ne do urojmë suksese në projektet e tua. Faleminderit, ishte komplet kështu një eksperiencë ndryshe, më pëlqen që më shikojnë njerëz të rinj. Gen Z si quhen. Gen Z. Ne do shihemi të premten tjetër në episodin e plot. Në orën 8, si gjithmonë. Por kemi edhe live të hënë dhe të mërkurë në orën 6. Në orën 6, kështu që mos harroni të na ndiqni të hënën dhe pastaj me episodin e përjavshëm të premten. Do bëni subscribe për të mos humbur asnjë nga prodhimet tona. Te dini vetë çfarë ju gjen. Ciao. Ándale.